Pas nisjes së mandatit dhe fillimit të vitit të ri, dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun, Peter Sorensen, zhvilloi vizitën e tij të parë zyrtare në Prishtinë. Ai u prit fillimisht nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ndërsa më pas u takua edhe me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Pas takimeve, Sorensen bëri të ditur se ardhja e tij lidhet me pritshmëritë për konstituimin e institucioneve të reja, pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit dhe rifillimin e procesit të dialogut. Looking forward to see parliament established, seeing government in place. Presim konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë, por sigurisht që ne do të vazhdojmë punën në çështjet e dialogut. Kemi shpresa të mëdha që viti 2026 do të jap atë që 2025 nuk e arriti. Kjo është arsyeja pse nisa mandatin tim me këtë vizitë në Prishtinë dhe më pas në Beograd. Start the working year with a working trip to here and to Belgrade later on in the week. Sorensen theksoi gjithashtu se gjatë këtij viti priten edhe takime të nivelit të lartë nëpërmjet liderëve të dy vendeve. What we're going to do is what we have been asked. Detyra jonë si lehtësues të dialogut është t'i ul palët në tryez dhe t'i bëjmë të bisedojnë. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka vizituar të dy vendet dhe është shprehur gatishmëria për një takim. Kur të jetë koha e duhur, ajo do ta thërras këtë takim. Përveç takimeve me krerët e institucioneve, diplomati evropian do të zhvillojë bisedime edhe me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, si dhe me liderët e partive opozitare. Pas Kosovës, Sorensen do të udhëtojë në Serbi, ku pritet të takohet me drejtuesit e shtetit serb. Vizita e parë e Sorensen në Prishtinë dhe Beograd vjen pas një viti të vështirë për procesin e dialogut, i cili u ndikua nga situata politike në Kosovë dhe mungesa e institucioneve funksionale, si dhe nga protestat e shumta që kanë shoqëruar zhvillimet politike në Serbi.